Gjykata e krimeve të rënda ka dështuar në tentativën e dytë për të nisur shqyrtimin gjyqësor në ngarkim të pandehurit Ilir Xhakia, i cili akuzohet për vrasjen e shefit të policisë së Shijakut, kryekomisar Adem Tahiraj, shtatorin e vitit kaluar. Edhe pse seanca është zhvilluar, ligjërisht shqyrtimi gjyqësor bëhet i pavlefshëm, pasi në sallë gjatë seancës së parë duhet jetë i pranishëm i pandehuri, i cili duhet shpreh personalisht kërkesat që ka përpara trupit gjykues. Por Ilir Xhakia nuk ishte i pranishëm dhe përfaqësohej nga avokati i tij Andi Duraj. Gjatë seancës, e cila zgjati vetëm disa minuta, avokati i pandehurit kërkoi që për klientin e tij të zhvillohej gjykim i shkurtuar, por kërkesa u kundërshtuar nga trupi gjykues dhe organi akuzës, me arsyetimin se kjo kërkesë është e drejtë ekskluzive të pandehurit Ilir Xhakia, dhe nëse bëhet nga mbrojtësi i tij, atëherë ai duhet të jetë i pajisur me një akt të posaçëm përfaqësimi. Gjithashtu, avokat Duraj kërkoi që gjyqtarët Nertina Kosova dhe Tleva Deda të mos jenë më pjesë e këtij trupi gjykues, pasi disa vjet më parë ato kanë dhënë një vendim në ngarkim të Xhakjes, i cili është hedhur poshtë nga gjykata e lartë. Por sipas relatorit të çështjes, Bardyl Dhamo, kjo kërkesë duhet paraqitet në sekretarinë e institucionit dhe më pas do të merret në shqyrtim nga gjykata. Seanca e radhës u vendos të zhvillohej javën e ardhshme me kërkesë të avokatit të pandehurit, me qëllim që t'i jepet kohë për të konsultuar me Ilir Xhaken.